kemi shumë garuz, dikon 1800 garuz. Ka pas më ba edhe 2000 vetë. Shpërblimet, po them edhe shpërblimet janë 27.000 euro janë që ju japin garuzve, që fituesve. Ne kemi filluar në vitin 2001 dhe kemi arrit në 2025. Do të 25 ta me radhë. Çdo garë që përfundon ne me herë fillojmë me organizu garën tjetër dhe kështu që t'jem të përgatitur për një startim sa më të mirë. Sfida ka, do të ka probleme, por ne bashkarisht ka kalojmë. Mirë është më angazhu edhe më tepër çdo kush që ka mundësi me kry punë me djetë, pak kanë qalu si vjetë, edhe pse si vjetë kemi shumë garuz, dikon 1800 garuz. Mirë po, ne i falenderojmë atyre të cilët kanë kontribuar dhe që do të kontribuojnë që kjo garë gjithherë maraton është me karakter ndërkombëtar dhe të jetë gjithherë ndërkombëtare dhe të tregoj këtë botës që ne jemi të gatshëm të organizojmë. Federata Atletike e Kosovës asnjëherë nuk është dorëzuar. Kemi ndihmë nga policia, nga FSK-ja, nga dhe të tjerat organizate, gjithashtu kemi edhe nga shëndetësia. Është interesant si vjetë ka qenë që na nuk e kena planifiku, se me pas numra, ma tepër me ka pas më ba edhe 2000 vetë. Mirë po, unë falenderojmë edhe këta që janë ardhë. Shpërblimet, po them edhe shpërblimet janë 27.000 euro janë që ju japin garuzve, që fituesve, edhe kështu të shkojmë përpara. Maratona është për të gjithë ata që munden me marrë pjesë. Po, në kuadrë të maratonës, se maraton nuk ka për fëmijë, mirë po, me që është në ditën kur zhvillohet maratona, atër kanë të drejtë, kemi edhe një grupë fëmijësh, me aftësi të kufizuara kemi edhe të ri, kemi edhe veteranë, edhe seniorët të gjitha kategoritë janë këto.